Zonën në Shkodrës është e njohur për traditën e saj në prodhimin e kulturave të ndryshme bujqësore, siç është misri, gruri apo perimet. Një prej njësive më të njohura është ajo e dajçit, por fermerët tregojnë se po ndeshin me vështirësi për shkak të mungesës së tregut dhe fuqisë punëtore. Kultivoj misër edhe janë dhe mishëll. Tash da bim dekorative, por misrin kultivoj më tepër, por nuk shitet i 150 lek, 15 lek kilja. 150 lek, mishëll, vjetra. Edhe e lënjë atë në katet, si thujmë na, nuk vjen kur shme ta marë, e hanë mitë. Baktit i kam pas bakti pëll, po e më dëftëru mi hekë, të shënë 6 muaj karejt, vetën se maj pula dhe në i thi për vedi, kur gjatë tite. Se nuk shitet kur gjatë, as guni, nuk shitet që e ka produ, doj që zona e në Shkodrës, me 150 lek, 200 lek kile. Edhe shkojnë e bimë prej ashta. Administratori i njësisë së dajçit, Bros Pjetrani, thekson se kërkesat më të shumta në treg janë për bime dekorative, të cilat kultivohen për shumë kohësh në këtë njësi. Normalisht zona dajçit këto kohë të vitet e fundit kanë ndryshuar për mirë, sepse janë ato marrë me kultivimin e bimeve dekorative, sepse është një kulturë që na ka ardhur prej Italie, prej vëllezërve tonë atje dhe njeh na shumë mirë, sepse është një kulturë që t'jep diçka më rendiment më të mirë nga ana financiare. Pastrimi i kanaleve të dyta dhe të treta pritet të shërbejnë prodhimeve bujqësore në fshatrat e dajçit. Funksioni kryesor është pastrimi i kanaleve, nëse ne krijojmë një largim të ujnave gjatë periudhës dimrit, normalisht janë sa më bën 1 ose 2 plenime. Kështu që besoj që është kusht kryesor largimi i ujnave prej parcelave. Megjithëse bujqësia është një ndër sektorët kryesorë të ekonomisë në Shqipëri, fermerët kërkojnë më tepër mbështetje nga institucionet shtetërore.